A e dini që ka 6 kode dhe kodi i 6 është më i rëndësishmi për të hapur derën e lumturisë, të bollekut, të shëndetit, derën, si të thuash, të parajsës për ty. Kodi 6 është çelësi i portalit tënd të art. Dëgjoj këtë video deri në fund që të mësosh që edhe ti mund të nxjerrësh kodet e tua të lumturisë dhe të marrësh dhe kodin e artë të portalit tënd për suksese në të gjitha drejtimet. Dhe të gjitha këto vetëm me ditën e lindjes tënde. Magjike dhe fantastike. Unë jam shumë e lumtur që i njoh dhe i kam në duar këto informacione të jashtëzakonshme, këto kode të bukura. Atëre dua të të them me cilat janë të lidhura këto kodet. Numri 1 ka të bëj me ditën e lindjes tënde dhe tregon për karakterin tënd dhe cila pjesë kryesore karakterit tënd kur është në plus do të të ndihmojë që ti të bësh hapa përpara. Kodi 2 është kodi që të tregon cilat janë dhuratat tënde nga Zoti, talentet e tua që të janë dhënë nga universi, nga Zoti, para se të zbrisnje ti në tokë. Dhe kodi 3 të tregon me çfarë mënyre të vinë paratë ty në jetën tënde dhe pse i bllokon dhe çfarë duhet të punosh pikërisht që të lirosh, ku duhet të përqendrohesh, dhe gjithnjë këto në anën energjetike dhe që ti duhet i bësh në këtë jetën tënde njerëzore, në këtë mishërim. Dhe kodi 4 të tregon të gjitha këto 3 karakterin, talentet dhe paratë që ti mbledhin të treja së bashku, që do të thotë është mësimi i jetës tënde, pse ty të bllokojnë disa gjëra, çfarë duhet të bësh dhe pse dhe si mund të hapësh këtë karmën që të hapet edhe çdo gjë në jetën tënde që të bllokonte. Ky ishte kodi 4 dhe tani kodi 5 del nga mbledhja e të gjithave këtyre kodeve dhe është kodi i 5 që do të thotë cili do jetë shëndeti shpirtëror jot, mendor dhe shëndeti jot fizik që do të ndihmojë të sjellësh të gjitha këto kodet në një vit të drejtë dhe të hapësh, si të thuash, portat e të gjitha gjërave që deri tani i ke patur të mbyllura. Dhe këtu dua të të them, para se të shkojmë te çelësi i artë dhe çelësi i 6, që këto nuk është vetëm ti mësosh si kode, puna është që ti të punosh gjithmonë mbi ato, do të thënë çdo këshill që të jepet, çdo gjë që të kërkohet që ti të bësh për këto kode dhe në jetën tënde dhe s'ka të bëjë në çfarë do moshe që ti jesh, ti në qoftë se do shkosh në bazë të asaj, ti do hapësh portalin tënd të artë me kodin e 6, i cili del nga mbledhja e të gjithave këtyre kodeve të tjera dhe del numri. Për të gjitha këto, ka një sqarim, por që të marrësh këto kodet dhe kodin e 6 që është çelësi më i rëndësishëm që të hapet ky portal i artë për ty, ti duhet të më japësh ditën e lindjes tënde të plotë dhe në të njëjtën kohë ky kod bëhet ose në privat dhe është me shkëmbim energjie me pagesë, nuk është falas, sepse dhe unë duhet të punoj për këtë kod që të ta jap, por në të njëjtën kohë në qoftë se dëshiron, mund të punoj mbi të gjitha këto kodet të 6, që i 6 është çelësi i portalit të artë dhe të ndihmoj si ti mundesh pjesët negative, ato që të kishin bllokuar jetën deri tani, të arrim të i bëjmë pozitive dhe të ndihmoj që të japësh të gjitha këto dyert në çfarëdo drejtimi që do. Këto mund të bëhen vetëm me terapi në Zoom ose me kamer, me online, kudo që ti jesh, nuk është nevoja të gjendemi nga afër,
dhe mund të punojmë çdo javë për një kohë dhe të shikojmë çfarë e bllokonte dhe të lirojmë të gjitha tramat që ty nuk të linin që të lidheshi, të merrni këto celsa dhe të hapni këto dyer. Dhe ndërro tani sikur ke 5 dyer të mbyllura dhe 1-6 që duhet të hapen më parë këto 5 dhe pasaj të kesh atë celsin më të madh të portës të artë që fillon jeta jote. Unë mund të ndihmoj si terapiste energjetike, si mentore, si trajner, si shkrimtare, me të tëra metodat, me përvojën time, që ti në ratë të parë të mësosh këto kode, po në të njëjtën kohë të veprosh mbi këto që të hapet rruga. Unë jam këtu në qoftë se ti je gati dhe merr përgjegjësinë e jetës tënde dhe do të bësh një diçka ndryshe nga ato që ke bërë deri tani. Mund të kesh transformim të shpejtë dhe këto informacione të tregojnë transformimin e shpejtë, por asnjëherë nuk kam thënë dhe nuk po them dhe nuk dua asnjë njeri të gënjej që të them që këto bëhen në mënyrë magjike. Jo, janë të magjike në qoftë se ti në ratë të parë hap në ndërgjegjen tënde dhe e lejon veten tënde të punosh dhe të lirosh punë personale, zgjimi tënd. Dhe këtë dua të ta them që nuk duhet punë me kazëm, por duhet punë personale, shpirtërore, që së bashku me mua të kujtoj që ti je ai person që do vesh të takosh kur të hapësh portalin magjik të hartë. Do vesh të takosh atë personin atje që është në një tjetër dimension që ti e kishe harruar. Por që të takosh atë personin duhet të marrësh vendimin që duhet ta bësh. Të dua shumë, të falenderoj dhe jam këtu për të gjithë ata që janë gati dhe në ritmin e tyre. Më shkruaj dua 6 celsat ose portali artë që ta kuptoj që ti interesohesh për këto. Për më tepër, ju jam mirënjohëse, ta shpërndani këtë video dhe në njerëz të tjerë, sepse dikush tjetër ka nevojë ta dëgjoj këtë njohuri të jashtëzakonshme dhe është gati dhe kërkonte deri tani një person që ta drejtojë, që të vej të takoj atë pjesën ti në ana tjetër, të bëj atë gvandikoalma, siç e them, kërcimin kuantik, që të vej në dimension tjetër të takoj atë personin e suksesshëm në të gjitha fushat të vetes të tij. Dhe më ndiq në rrjetet sociale dhe në YouTube, Flutra me Fat 333. Bëj regjistrimin për më tepër video sepse për dita bëj një video se s'bën, po nga njeri teproj dhe bëj dhe 2 edhe 3. Për të dhënë të gjitha këto informacione. Për më tepër mund të vish në grupet e ndryshme që kam krijuar, gratë dhe të drejtat e saj, ditët e enteve që punoj më falas dhe në terapi private dhe shiko, kam bërë programin e muajit shkurt, të shikosh çfarë tjetër tani për tani që kemi bërë programin të intereson. Të dua shumë dhe të falenderoj. Numri që mund të më shkruash në mesazh dhe për regjistrimin e emrit tënd në grupin falas, gjithashtu dhe për çfarëdo që ti interesohesh është 0030 699 321 46 37. Të dua shumë, të falenderoj, të jam mirënjohëse dhe për gjithçka jam mirënjohëse vetes time që kam arritur deri këtu me punën time personale dhe shumë herë dhe me të qara dhe duke rënë dhe u ngritur përsëri. Kjo është forca e një personit udhëheqës. Dhe ndaj edhe ti mos harro që gjërat nuk bëhen kur rishtrirë, kur nuk bën diçka ndryshe, kur vetëm pret nga të tjerë të shpëtojnë. Vetëm ti mund të shpëtosh veten tënde. Ashtu si edhe unë ditë për ditë punoj dhe shpëtoj. Jam mirënjohëse.